zonja e president Macron ka bërë një shaka apo ka dhënë një shpull president e kapur nga kamerat. Dhe më shkruajnë, pas videos të shpullës së Macronit, u tha fillimisht që ishte një fabrikim rus. Por, dolin se ishte Associated Press. Një media shumë serioze. Po e pranoj dhe vetë Macron. Ordo? E pranoj dhe vetë. President. Pra, e tha që ne luajmë bëm shakara kështu po. Dakor. Pra, do më thënë, këtu hapet një gamë e madhe Karamusha, do më thënë që të gjithë mund thonë gjithçka, bi gjithçka. Prova që pa mund do futur format e dezinformimit mediatik janë futur herët dhe po vazhdojnë në një farë mënyrë të ndikojnë në perceptimet dhe në ndërgjegjen e çdo qytetari të Evropës. Ne kemi raste të freskëta edhe nga Shqipëria, ku kemi shkrime të gatshme të bija serbe që futen dhe pastaj ti sa të gjesh burimin e ke më të lehtë, kur je edhe media kështu portalet pa kontrolluara që si hyn shumë, edhe mund t'i nxjerrësh pa kuptuar se çfarë dëmi bën. Unë të gjitha këto i shikoj, i lexoj dhe pastaj kur i referohemi raporteve të cilat thonë që ka një burim në Bosnjë Hercegovinë, shikoni pra, nuk është ajo formë origjinale që ne njohim, është kjo forma proxy. Pra janë 2-3 agjenci në Bosnjë Hercegovinë që i bëjnë materialet e gatshme të bija serbe dhe pastaj qarkullojnë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, dhe këta i marrin si burime pa e kuptuar që ato nuk janë të vërteta burime gazetareske investigative. Atë janë prodhim. Kurse në rastin e kësaj videos që aty ka gabuar vetë Macroni. Pra nga ai është kuptuar që ai ishte konflikt dhe nuk ishte shaka. Sepse në momentin kur është shtyr me atë nervozizmin e një gruaje në moshë, pra nuk e ka tërhequr atë për të dalë nga nuk e ka si mësuese e tij, mund ta bëj atë, i lejohet ndonjëherë. Me shkollën e vjetër i lejohet, se me shkollën e re të denoncojnë direkt në polici këta. Nuk e ka marrë të zbrisë të shkallët, por u tërhoq me njëherë për të larguar, dhe pra dha një buzëqeshje dhe me njëherë vajte për ta sqaruar se çfarë do. Kush e bëri këtë gaf që thanë që është manipulim mediatik rus? Nuk të rezulton. Nuk më rezulton. Francë, bërë debat e madh shumë. Po ka shumë video të tjera që përgatiten, pra ne përmenda rastin e bija serbe.